A mendojnë që shoqënia jonë është shumë e izolume për personat, sidomos për personat kurioz, edhe që kanë shumë pyetje, edhe që nuk e gjejnë veten, a mendojnë që ka shumë izolim në mindsetin tonë? Izolim nuk e di nëse kisha mujt me qujt edhe pse edhe në libër foli për qysh unë jam person fëmijë që është lind kohë luftës, edhe është rrit në periudhën mas luftës që kemi pas kogja shumë të izolume, mundësit për me u zhvillu ose çka të qoftë. Familja jam nuk ka shku jashtë shtetit ose dikon tjetër, kemi përjetu krejt sanet në Kosovë, edhe flas për qysh u kanë pak një farë mënyre izolim, që ajo mundësia për me pa, me ditë çka ka, qysh është bota dhe krejt. Izolim nuk isha me thonë, po ndoshta nëse kisha më kanë pak ma kurioz, si kur njerëz, ndoshta kisha thonë edukim nuk ka mjaftueshëm. Edukim në mënyrën që jo ndosane pak ma elementare qenjen e njeriut, qysh na me undërtu si person. Me undërtu si kur persona qysh mu sill në situata caktume që nuk mësohet të na.